një tuf me bura me thinja, e ca të tjerë me më pak, ka disa ditë që në garë për një post po japin një shfaqje publike e cila rrezikon të kthehet për mënyrën se si po jepet në simbolikën e ndarjes dhe ushtrimit të pushtetit nesër të së majtës, nëse ajo vjen në pushtet. Prej gati 2 vjetësh, majoranca e kishte ofruar postin e avokatit të popullit në shkëmbim të heshtjes së opozitës për transparencën e zgjedhjeve. Ajo çka majoranca po merr sot në shkëmbim nuk është thjesht heshtja për zgjedhjet që shkuan, sesa heshtja për zgjedhjet e ardhshme. Ja sepse ajo çka majoranca ofroi 2 vjet më parë është më se simbolike dhe pa asnjë vlerë në fakt. Avokati i popullit në vetvete është një institucion kolegjial. Aty tashmë janë 2 komisionerë të majorancës, njëri i LSI-s, dhe vendimarrjet kryesore sigurisht nuk favorizojnë opozitën, edhe nëse ajo ka kryetarin të saj. Por si po shkojnë punët në përzgjedhjen me dëgjesa publike që po bën PS-ja, ka shumë gjasje edhe i treti të zgjedhet nga një kategori që e para nuk do të përfaqësoj politikisht opozitën dhe e dyta të provoj publikisht ndrojë që ekziston në Selin Roz ndaj kryetarit saj, se ai nuk t'i të ndaj pushtetin jo me aleat, por as me të tit. Dikush mund të thotë se përse opozita duhet të ketë një përfaqësues politik në krye të avokatit të popullit. Shumë e thjeshtë, sepse është prova e parë se si ajo do të sillet nesër në pushtet. Jo me favorizime e punësime, por me seriozitetin e marrjes me punën publike. Shumë vetë nga PS-ja, kur thoshim me gjysmë zëri se ndoshta në 2009 nuk ishim gati për pushtet, sigurisht kanë parasysh edhe kabinetin hije që ekzistonte në kokën e kryetarit, e që përfshinte shumë infatuations politik të tij të momentit, të cilët sot as nuk dihet ku janë. Kjo sepse nga 2009 e këtej u duk sikur Rama ktheu kohë nga PS-ja dhe pranoi me gjysmë zemre se nëse do të bëhej dikur kryeministër, nuk bëhej dot vetëm me mjaftist dhe bollist, por edhe me hardcore-in dhe ushtrinë e madhe elektorale të partisë së tij dhe të së majtës. Çka do të thoshte? Se ai duhet të hapej dhe hapja e tij duhet të ishte e sinqertë. Ndaj, kur avokati i popullit u rikthye në agjendën ndërpartiake dhe 6 pikave të negociuara nga ndërkombëtarët, sigurisht u pa qartë se vendimarrja për emrin konkret duhet të ishte po aq politike. Por ndërkohë ndodhi e papritura. U rinxor nga arkiva e Bashkisë Tiranës dëgjesa publike, një skemë mirë dhe funksionale me njerëz të thjeshtë për hallet e mahallës apo njësisë bashkiake, por që nuk mund të funksionojë si nisëm politike pasi ka një risk të madh. Atë ose ta bësh reale dhe të sinqert, ose rrezikon të kthehesh qesharak në sytë e opinionit publik. Aq më shumë kur 1 ose 2 emra kanë mbushur kafenetë e Tiranës se janë ata fituesit. Po dëgjesa, po komisioni drejtuar nga Eglantina Gjermeni dhe Besnik Baraj, a thua gjithçka është një fars dhe të njëjtin grup parlamentar do ftohet të ngrehet duart si delet për të votuar kandidatin e përzgjedhur nga komisioni? Cili komision? Ky i Tinës, të më ndjej deputeti e nderuar për asgjë personale me të, apo komisioni në kokën e kryetarit, apo ndonjë të zemëruari momental pranë tij? Po s'kan shton se ja, komisioni drejton Tina, thon naivët pranë kryetarit Rama. Po pse? A thua kaq të trashë njerëzit vallë? Cili do jetë ndryshimi mes votës për avokatin e Tinës dhe votës si Bakti, që do ketë për kreun e KLSH-s nga grupi parlamentar i PD-s, vetëm pas një urdhri pa zë e figurë të Berishës. Në fakt ndryshimi ekziston. Së paku dhe shqyr që Muri dhe Selisë Roz janë si një shtëpi xhami, ku larg bunkerit të konsoliduar personal të kreut të Selis Blu. Dhe kjo duhet ishte arsyeja pse kreu i PS-s nuk duhet të bënte gafen e të ndërmerrte një proces sa për sy e faqe. E për më tepër, të panevojshëm. Të panevojshëm, sepse ndryshe nga oferta cinike e Jozefinës 2 vjet më parë, kjo e sotme për avokatin e popullit është serioze, e për më tepër shumë politike. Ndaj majoranca po fërkon duart kur sheh se sot kreu të këtij institucioni po ja viten njerëz apolitik, lehtësisht të shantazhueshëm e të përkulshëm, pikërisht se nuk vinë si kandidatura të konsoliduara politike. Me sa duket, edhe në këtë rast, është majoranca e cila duke kompleksuar kreun opozitës për deklarimet e tij të mëparshme për një avokat populli apolitik, po realizon qëllimin e saj, po i merr në tavolinë fitoren e radhës, po i blen falas heshtjen për zgjedhjet e ardhshme. Një kandidaturë politike do të siguron të opozitës një monitorim të bugjeve dhe komisariateve të policisë në prag zgjedhjesh. Se a nuk na është ankuar ajo për dhunë policore, për emërime elektorale, për votime kolektive në burgje?
Një drejtim politik i këtij institucioni do të ishte garancia më e mirë për një pikë delikate të çdo raporti ndërkombëtar për ditën e zgjedhjeve në Shqipëri. Por një oiqist sigurisht nuk e kupton këtë. E s'ka që ta kuptoj, por nuk e kuptoj këtë ai që vendos në atë vend. Sigurisht, ka edhe një anë të brendshme politike në këtë mes. Edi Rama, nëse do që të bëhet kryeministër, do të ditë të ndajë pushtet me të tij. E si mund t'i bindë ata kur në rastin më të parë e dhuron këtë post dikujt jashtë gardit roz?